Nëse hani shalqin çdo ditë, ajo çfarë i ndodh trupit tuaj do ju lërë pa fjalë. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe fibra. Përfitimet që njeriu merr nga shalqini janë vërtet të mëdha për organizmin. Në këtë video do të mësoni vlerat e mëdha të shalqinit dhe sigurohuni që të mos mungojë kurrë në tryezat tuaja. Atë mund ta përfshini në sallata të ndryshme të gjelbra shoqëruar me djathë sipas dëshirës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shalqini është i mirë për shëndetin e zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat do ta ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantët të cilët ulin rrezikun e atakut në zemër. Shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të gjymtyrëve. Shalqini përmban pigmente të mira natyrale që luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi sipas Brightside konfirmojnë se, fal antioksidantëve që përmban, njerëzit të cilët janë të prekur nga artriti dhe reumatizma mund të përfitojnë ndjeshëm nga vlerat e konsumit të shalqinit në përditshmërinë e tyre. Shalqini përmban edhe element të likopenit më shumë se çdo matet edhe çdo perime tjetër, dhe konsumi i tij në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për organizmin. Shalqini ofron gjithashtu një mbrojtje më të mirë për lëkurën. Ngrënia e shalqinit do të shërbejë si një burojë e mirë për lëkurën. Antioksidanti likopen që ndodhet tek shalqini mund të mbrojë gjithashtu organizmin edhe kundër djegjeve të ndryshme. Shëndeti juaj i syve do të jetë i rrallës që do të përfitojë me konsumin e shalqinit. Një racion me shalqin do të plotësojë të paktën 30% të vlerës ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Shalqini gjithashtu është i mirë edhe për shëndetin tuaj, duke u mbajtur të hidratuar më mirë dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e organizmit. Sipas të dhënave të Healthline, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut është ideal për të hidratuar organizmin ashtu si duhet. Mungesa e lëngjeve në organizëm do ta drobisë atë, prandaj edhe konsumi i shalqinit në sasinë e rekomanduar ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin dhe mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Shalqini ofron një zbutje më të mirë të lëkurës. Shalqini përmban vitaminën A, B6, vitaminën C, të cilat do ta mbajnë lëkurën tuaj më të butë, më të lëmuar, gjithashtu edhe më të shëndetshme, dhe konsumi i tij në përditshmërinë e recetave tuaja mund të ketë avantazhe të duhura për shëndetin e lëkurës. Shalqini mund të shfrytëzohet edhe si maskë lëkure, duke u përzier lëngu i tij me kos. Mbajini për 10 minuta në lëkurë dhe më pas e shplani atë edhe me ujë të rrjedhshëm. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të nxjisë një rritje më të mirë të energjisë. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet që gjenden te shalqini e bëjnë atë ideale për njerëzit të cilët kryejnë gjithashtu aktivitete fizike intensive. Shalqini përmban nivele shumë të mira të kaliumit, elemente këto të cilat janë të rëndësishëm edhe për muskujt duke i dhënë atyre energjinë e munguar. Shalqini është i mirë për personat të cilët duan të kenë një tretje më të shëndetshme dhe më të vlefshme. Njerëzit të cilët të vuajnë nga koliti nuk duhet i thonë jo shalqinit, sepse është një frut i lehtë për t'u tretur. Shalqini ofron gjithashtu edhe një element të mirë të cilët i bëjnë mirë shëndetit të stomakut. Gjithmonë duke u konsumuar brenda rekomandimeve të duhura ditore, shalqini do të kthehet në një aleat të vlefshëm për organizmin, duke mbajtur larg komplikacionet e tij. Mbërritja e verës çdo vit shënon edhe ardhjën edhe një ushqimi shumë të shijshëm, i cili është edhe shalqini. Vera nuk mund të ketë kuptim edhe pa shalqin. Tani është muaji i tij kryesor dhe mund ta shfrytëzoni në maksimum për të marrë përfitimet e duhura në mbrojtjen e organizmit dhe të shëndetit tuaj në tërësi. Shalqini është një frut plot me lëng, një burim i ushqyesve të rëndësishëm. Ushqyes të tillë si likopeni, vitamina A, citrulina, vitamina C janë të gjitha të pranishme në këtë frut të shijshëm dhe kanë efekte pozitive mbi trupin e njeriut.
Shalqini do të ofrojë një përqindje më të mirë ushqyese për mbrojtjen e lëkurës. Nëse jeni në betejë të vazhdueshme për lëkurë më të shëndetshme dhe të butë, ose thjesht kërkoni pak më tepër shkëlqim, përpiquni të shtoni më shumë shalqinë në dietën tuaj. Sipas ekspertëve në Kurei.com, vitamina A te shalqini ndihmon në rritjen e indeve të trupit duke bërë që të keni një pamje më të freskët, gjithashtu edhe më të hidratuar. Shalqini i bën shumë mirë shëndetit tuaj të zemrës. Çdo kush që ka shqetësime në zemër ose përjeton në dhimbje krahërori duhet të kërkojë ndihmën mjekësore. Por sipas Organic Fact, likopeni të shalqini përmirëson funksionet kardiake. Edhe vitaminat C, karotenoide dhe kaliumi ndihmon në paksimin e kolesterolit dhe për ta mbajtur zemrën tuaj më të shëndetshme. Shalqini ndihmon shëndetin e veshkave. Të keni gur në veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme, madje mund të ndikojë gjithashtu edhe në përditshmërinë tuaj. Kështu që veshkat duhet i mbani të pastra dhe të shëndetshme. Sipas livelovefruit.com, shalqini rrit rrjedhjen e urinës pa ushtruar presion shtesë tek veshkat. Një gjë e tillë është një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj specifik dhe mund të mbajë larg komplikacionet që i kanosen shëndetit. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga këto vlera të shalqinit dhe të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë konsumojeni atë edhe për të lehtësuar këto komplikacione. Shalqini është një frut shumë i mirë për shëndetin tuaj të syve. Të shtoni më shumë shalqin në dietën tuaj ditore mund të lidhet gjithashtu edhe me një shëndet më të mirë të përgjithshëm të syve. Vitamina A që gjendet me shumicë të shalqini mund të ndihmojë gjithashtu edhe për të mbrojtur shëndetin tuaj të syve nga degenerimi makular, duke lidhur kështu edhe me mbrojtjen më të mirë të shëndetit të syve. Shalqini mbështet shëndetin e kockave. Shëndeti i kockave tona është jashtë mase veçanërisht i rëndësishëm edhe me kalimin e moshës. Për fat të mirë, shalqini mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të shtuar në vaktet tuaja ditore, duke mbrojtur gjymtyrët nga komplikacione të ndryshme dhe duke i dhënë atyre elementët ushqyes mjaft të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore, të cilat mund të ndikohen dukshëm nga mungesa mineraleve. Ekspertët e Healthline e cilësojnë gjithashtu shalqinin si një alternativë të mirë ushqyese edhe për personat të cilët kanë edhe një imunitet të dobët. Për sa kohë konsumohet me kujdes, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të mëdha në dobi të shëndetit. Shalqini është një frut që mund të japë përfitime të mira edhe në uljen e presionit të lartë të gjakut. Shumë njerëz përpiqen çdo ditë të ulin presionin e tyre të lartë të gjakut përmes dietës ose ushtrimeve, por shalqini është një ushqim që ndikon drejt për së drejti në këtë drejtim. Sipas Organic Fact, sasia e mirë e kaliumit që gjendet te shalqini dhe magnezit janë fitimprurse gjithashtu edhe për të përmirësuar presionin tuaj të gjakut në mënyrë natyrale. Shalqini qetëson dhimbjet e muskujve. Shalqini është shumë i mirë edhe për të luftuar dhimbjet tuaja të muskujve dhe për të ndihmuar gjithashtu në qetësimin e tyre. Sigurisht, i kombinuar si duhet në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Dr. Joseph Markola përmendi një studim ku subjektet që pinin lëng shalqini përpara se të shkonin në punë kishin reduktuar dhimbjet e tyre të muskujve 24 orë më vonë. Në krahasim me ato që pinin edhe hape qetësuese për këtë gjë, por për shkak të fruktozës që përmban lëngu i shalqinit, Dr. Mercola gjithashtu shkruan se mund të jetë më mirë që të konsumoni atë në formën e frutit dhe jo në formën e lëngut për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund t'ju kanosen. Shalqini është një produkt shumë i mirë edhe në luftën kundër astmës. Shalqini mund të ndihmojë ata që vuajnë nga astma. Specialistët në Medical News Today citojnë se konsumi i sasive të larta të vitaminës C tek shalqini mund të ndihmojë në uljen e zhvillimit të problemeve të astmës, ndërsa ata që tashmë vuajnë nga këto shqetësime, ushqyesi që përmban shalqini përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm të mushkërive. Prandaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv shumë i rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.